E mban mend si u bën vjet në Korrik? Dakord, po. Vjet në Korrik për këtë kodin që tani thon na mori në qaf. Thonë, ky kodi çfarë do bënim ne me këtë kodin? Po këtë kodin ti atë radhë e kishin në dorë me 84 vota, nuk I bënte dot Rama. Po vajte me vrap e votove, dhe pse? Dhe për të mbyllur listën, dhe nga 50 deputet, tani kërkohet populli, kërkohet sakrificë, kërkohet kështu. Po më zotëri, ta bësh sakrificën dhe ndërkohë që fliste Berisha te grupi parlamentar, paralelisht u fut një demokrat si Ilir Vrenozi dhe I tha, dhe po e kishte vënë kamerën dhe nga Berisha që fliste, I thoshte, o doktor, nuk të ngjisin me këto, nuk I ha me njeri këto doktor, të njëjtin avaz, I thoshte, doktor, futu në grevurie, I thoshte, doktor, futu në grevurie, ti pari me ata të tjerë që të vim neve. Tani çfarë ndodh? Si do futen në grevurie këta 50, doli dhe një tjetër, se ti nxori Adrian Kalaj, doli dhe ajo Balliu, tha. Himçi Elbasani tha e ka blerë, tha mandatin, tha tek është akus penale kjo, le të tajtojnë, kush e ka për tajtuar, tek Flamur Noka. Po hajde se këto po I kalojnë në të fjalëve. Nga 50 deputet që janë aty, 24-25 janë të listës së mbyllur, janë të emëruar. Ai ka emëruar këta vëlla. Futi këta. Këta duhet të dalin të mobilizojnë popullin. Se populli vet nuk ti kanë nxjerr populli këta. Po ti mendon që Gjekmarka do rri pa ngrënë më vonë? Nuk e di si do të. Ora aty mund të ketë nevojë edhe për Tritani dhe Gjekmarka nuk të rrinë pa ngrënë. Shiko, të gjithë hanë, kështu që nuk kanë gjë të keqe dhe zoti Gjekmarka gjithë nuk mund merremi me ushimin e një politikanit tash. Jo, po flesim për grevurie. Do të ashtë grevurie. Grevurie. Dhe patutës ma lejon? Jo, te PD-ja kujdes sepse keni egzageruar shumë të dy. Do dua të flas sa gjëra që janë kundër jush. Te kriza e PD-s fokusit lutem. Duhet të themi se disa gjëra të vërteta. Unë nuk besoj që zoti Berisha ka dashur të humbasë këto zgjedhje. Po s'mori pjesë fare, Nuk besoj që një politikan që është në krye të opozitës do që të humbasë zgjedhjet. Unë mendoj që në diskutimet që kanë patur për shkak të përçarjeve të brendshme që ka Partia Demokratike, pa kënaqësitë që dolën nga listat pjesa e primareve 11 majit, ata vendosin që të bëjnë një eksperiment politik në disa bashki të cilat unë e them, janë bashki që ishin të humbura që pa u bërë gara. Pra testuan elektoratin ngri. Dhe deri këtu mua s'm duket ndonjë gjë e keqe, sepse fundit kandidatë të cilët nuk vinin nga strukturat e PD-s, edhe pse ky Tepelenës është një djalë me familje që janë angazhuar në krye të PD-s lokale. Pra, nuk më duket ndonjë gjë e keqe në gjithë këtë që ka ndodhur. Pra, ka argument politik. Ka dhe fakte politike, sepse u bë përçarja në Vlorë. Këta mbështetën një kandidat pavarur, doli një tjetër kandidat, tha jam unë, PD-ja nuk është ai. Pra ashtu është e vërteta. Pra, po s'po them gjë më, po e kam tjetër vend. Pra, po thotë se s'ka ndodhur ata, mos ka ndodhur ndonjë kështu ka dhe Rama tek ai tjetri. Ata e tentuan. Ajo që është problem, unë kam qenë të njerëzve që kam thënë gjithmonë që kjo parti duhet hapet ndaj kësaj kategorie. I gjithë problemi është që është vendimi I dur në kohën e gabuar. Më fal, si hapet? Është vendimi I dur në kohën e gabuar, si hapet? Sepse në një javë fushat, ata nuk I lanë as kohë këtyre të shkretëve që të bëjnë dhe fushat mediatike. Ore, dini ju që në kodin zgjedhor më ka ndodhur një episod që dua ta ndaj me ju. Në kodin zgjedhor, kandidatët e pavarur, dhe këto janë eksperimente që PD-ja duhet mësoj, sepse zgjedhjet vijnë shumë shpejt. Në kodin zgjedhor lejon në kohë minutazh, është 1 minutë kandidati I pavarur, se kështu e kanë bërë partitë politike, PD-ja dhe PS-ja bashkë. 1 minutë kohë televizive për kandidatin e pavarur dhe 10 minuta për kandidatin që vjen nga PD-ja nga PS-ja. Unë ju futa një aventurë në emisionin tim, mora kandidatin e PD-s të Vlorës, që mbështeste PD-ja, që është I pavarur, dhe ndërkohë më braktisi studion sa e pa kandidatja e PS-s, e cila doli dhe fituese. Pra, braktisi studion sa pa kandidatin tjetër, sepse janë të më lejo ta them janë njerëz shumë të pakualifikuar dhe gjithçka jo bën struktura e partisë. Ka kandidat mirë, për shembull, bëra një intervistë me kandidatin e Serrikut, ishte kandidat I kualifikuar në optikën time dhe dinte mirë çështjet lokale. Dakord. Po ka dhe individë të cilët ja u bën gjithçka ja bën partia dhe fshihen pas logos së partisë. Tani, në një situatë të tillë ne nuk mund të themi që sa keq është PD-ja, sa skandal. Nuk kanë çfarë të bëjnë më shumë se kaq. Është një eksperiment
që për mua vendimi i duhur në kohën e gabuar. Pra ata nuk mund ta bënin tani. Por ky është një eksperiment që ata duhen ta bëjnë të hapen tek kësaj shtrese. Elektorati i gri ti e thith. Dakor, duke marrë njerëz që vinë para politikisht. Gjëja për të ardhmen. Tani unë do doja dy humbje rresht në Partinë Demokratike. Unë do doja këtë gjë. E para punës kjo nuk është një humbje që katastrofale siç ishte 11 maj. Nuk mund të krahasohet kurrë me zgjedhjet parlamentare, sepse është një humbje shumë herë më e përtypshme dhe ishte një humbje e paralajmëruar në të gjitha dimensionet e saj. Është, po humbja kaq e thellë është alarmante. Po jo, është. Do të thënë kur është e paralajmëruar mos e analizoj fare. Pakisa, jo, nuk është, e di pse, sepse nuk është një test real i PD, sepse nuk kanë dalë demokratët në votime. Unë jam i sigurt demokratët të dekurajuar, të pakënaqur dhe me leadershipin e tyre nuk kanë dalë. Po, përcakton kemi një trend për të ardhmen e PD-s. Dhe shikoni pak. Mos shkon jo, kjo. Shikoni pak ku nuk kanë dalë. Jo, po prit pak. Redi, shiko ku nuk kanë dalë. Pra, qartazi Partia Demokratike ka një problem me një pjesë të madhe të Shqipërisë, me Shqipërinë e Jugut. Nuk kanë dalë në Vlorë, po në Vlorë rezultati ka qenë katastrofal dhe në zgjedhjet parlamentare. Dakor. Nuk kanë dalë në Berat. Berat ishte e njëjtë situatë katastrofale në 11 maj. Nuk kanë dalë në Tepelen, nuk kanë dalë në Cerrik, që është Shqipëri e mesme, pra përjashtimi i Cerrikut dhe ka patur një pjesëmarrje jo të keqe për PD-n. Dhe nuk të kanë dalë, në matë të kanë dalë, por nuk ka patur fuqi elektorale, pra ka dalë 7.000 me 4.000. Por ka një pjesë, është 60 me 40%, na e sa kanë dalë. Po, dakor. Kjo është ndarja. Tani më fal. Qartazi ti ke një problem me jugun e Shqipërisë. Dhe është një problem që ti e ke të trashëguar edhe nga e kaluara. Rezultatet më të mira në Vlorë kanë qenë zgjedhjet e fundit 2021. Nuk ka patur më të mirë se 2021 në këto 2 zgjedhje e fundit parlamentare. Dakor, po. Rezultati edhe zgjedhje lokale. Nuk dua ta lidh me krahinat e arbër, dua ta lidh me ka një lidhje. Jo, po ka një lidhje. Himarën, prit pak. Himarën ti e ke fituar në qarkun e Vlorës. E fitove Himarën dhe të fut kryetarin në burg me Fredi Belerin etj, pastaj zgjedhje pjesëmi fitoi prapë PS-ja. Tepelena është një qytet që dihet që ka një është pjesë e qarkut Gjirokastës, që rezultati ka qenë 3-1 në zgjedhjet e fundit. Pra, është një mesazh që demokratëve dhe kryesisht leadershipi demokrat i jepet duke i thënë drejtuesit e qarqeve largoj, nuk i do njeri, sepse janë njerëz që nuk e motivojnë të bazën. Pra, po të thonë Tritan Sheut ik. Po të thonë në Elbasan që nuk dihet kush është, të moralizoti. Po të moralizoti e kishe e detyruan, e mëruan atje, po nuk është se kishe në lidhje me Elbasanin. Pra, të shkojnë. Po kush ti ik? Pa të di po demo nuk e di unë. Po të mori është pra thuaj o burse ti edhe do të jesh. Po kryetari i PD-s. Po të mori është. Ai është moralizoti, po ishte mishi huaj atë sepse e çuan 3 muaj para që të çonte ujërat atje. Po Saljani ishte më parë. Ky është mesazhi që po thonë. Pra, mesazhi është drejtuesit e qarqeve duhet të ikin. Sepse nuk të ka dalë në optikën time, nuk të ka dalë ajo që është bërthama e një partie politike. Tani ne biem dakord gjithë në Vlorë. Partia Demokratike nuk mund të jetë me 3.000 votues në 15.000 që ka marrë PS-ja, sa aq kishte dalë rezultati. 20.000 është total numri i pjesëmarrësve në votime. Në 170.000 që është numri total, 20.000 janë 150.000, nga këta 150.000 të s'të kanë dalë as 10.000 ose 5.000 PD. Po llogaritë pak më fal pak po. Në Vlorë, nëse do dilni 10.000 nga PD-ja, me 15.000 do ishte më pak të kishim një garë të mirë, një garë të bukur, pra që do thot është teza që unë insistoj. Demokratëve nuk po ju dalin njerëzit e tyre në votime. Ka një mungesë organizimi. Për shkak të mungesës të organizimit, për shkak të mungesës të frymëzimit, për shkak të goditjes së meritokracisë, për shkak të pakënaqësisë që kanë primare, besueshmërisë, të gjitha bashkë, nuk kush e ka fajin. Ja, dëgjoj ka. Kush e ka fajin? Fillon nga drejtuesit e qarqeve, dhe pastaj shkon te leadershipi. Ai funi Kazanit. Dhe shkon te leadershipi. Ai që është më i vogël ai ka fajin. Atë ta rrajmë ne ti. Po jo more, fillon nga drejtuesit e qarqeve, shkon te kryetari, thash. Gjithë retorika e Arbërit e Gjatë ishte një relativizim i gjendjes që është PD-ja. Po se bëj dot me fal për çdo gjë poli tani. Nuk i them dot që ke fal ti se je dobët. Jo pra jo. Jo pra jo. Unë do ta filloj analizën kështu. Po kanë përballë një regjim që të vjedh, që ka patronazhistë etj. Por prap situata e opozitës është katastrofike. Sepse një regjim që të vjedh me këto skandale, me të gjitha opozitën e bën dhe më energjike, dhe më të fortë, e bën dhe më motivuese, dhe më të lehtë ka me popullin.
dhe është e kundërta mpirja. Këtu ndodh një mpirje, këtu ka ndodhur një dorëzim ose një reati, se s'është as dorëzim. Janë dorëzuar demokratët poshtë, por leadershipi i lartë është në rregull. Tani, çfarë parë mon kjo? Tani, gjithë çështja është që Arbëri, tani unë e kam mik, e kam shok, po edhe është i plotësuar, i kompletuar me të gjitha, po me që kemi dëgjuar nëpër media i vendi ati i Fugës, Endri Fugës ka ngelur bosh ati te qeveria dhe Arbëri e bëri sot në mënyrë perfekte gjithë atë që do të bëj. Po Fuga s'ishte i punësuar të PD-ja, doja të se mos e ngatron. Si? Fuga nuk ishte i punësuar të PD-ja. TPS-ja, pra ti thashë unë është Po unë mbrojta PD në rast e konkret. Po pikërisht për këtë, po dhe unë këtë jam shumë i ndërgjegjshëm çfarë po them. Sepse pikërisht po flas me gjuhën e Berishës, regjimi sot do që të thotë që në këtë opozit ka ca probleme, ka një çik problem qarku këtu, ka ca probleme, por nuk janë aq keq sa që bëj unë me Nardin. Situata nuk është aq katastrofike që buron që peshku qelbet nga koka. Sepse edhe qikshira, po edhe ca nuk ishin aty, se mund të ishte edhe më ndryshe, e kupton, se të shberi 15, po të shberi 20%, po prap 20 ngelet aj, po edhe 49, po të ngelet ti prap nuk je. Miki dashur, si ka mundësi Parti Socialiste dalin 15.000 veta, 15.000 njerëz në votim, në Vlorë, dhe Partisë Demokratike i kanë dalë rreth 4.000. Tani më fal, nuk kanë dalë socialistët në votime, more. Është krizë politike tërësore kjo. Po s'është kjo një krizë. Po kështu e fillova, po ta thash është përshtirosje ndaj të gjithëve. Jo, se ti thua ka PD-ja vetëm. Po jo, nuk them unë them PD-ja vetëm. Jam dakord me ty. Unë si jeni sa. Unë thash ka rrezuar sistemin tani. Tani është ky bojkot ka rrezuar pluralizmin, demokracinë përfaqësuese funksionale. Nuk është PD-ja katastrofë, PD-ja është më keq nga ato që janë të këqija. Por nuk mund të thuash, se po tregojmë qytetarësh me kompetentën. Po nuk po tregojmë fare. S'ka kuptim tani. Po mirë më lër mua të tregojmë jashtë. Po se jam. Tash u po them që ky lloj nuk do të dot. Kam më vjen të bësh për shpëtim si zë bësh. Po. Ky lloj relativizimi që i bën ti situatës si është opozita, po të them edhe një herë është propaganda perfekte e atyre që janë në pushtet. Ti e bën pa dashje se të vjen gjatë keq për opozitën. Më vjen. Okej, po të përkon. Dua një opozitë fortë. Të përkon pikërisht që të lihet gjendja këtu që dhe qeveria të ketë përballë këtë lloj opozite që u provua në zgjedhjet lokale të 2023-shit, u provua në 2020 dhe nuk reflekton, dhe nuk shkon as te një analizë, as të zbatoj statusin e vet, as ta hap partinë, as gjë fare. Tani, nëse kjo do vazhdoj kështu, patjetër që kështu do vazhdoj dhe qeverisja lartë, dhe do bëhet dhe më e keqe. Dhe shqetësimi atyre që duan opozitën dhe janë vërtet opozitar, është ky, çfarë si do ta zgjidhim këtë çështje dhe fillojnë dhe merren gjithë elementët që mund të ndryshojnë. Do të qarqeve. Ta thash, në fund edhe kryetari motike dhe zoti Berisha. Nuk po them deri Berisha. Por ta themi pak, nuk ka fal Berisha për Tepelenën më zotëri. Nuk do të ikë Berisha. Dgjoj, nuk ka fal Berisha për Tepelenën. Tani me gjithë kritikat që kemi nga zoti Berisha. Çfarë fal ka Berisha për kandidatët e Matit më zotëri? Tani se nuk organizon struktura, çfarë i bë Berisha Tepelenës? S'ka lidhje. Kandidatët dhe kur ka qenë bashkë Tepelena shumë dhe pjesëmarrja. Dhe kur ka qenë bashkë Tepelena shumë, janë zona bastione të majta këto që po flasim më. Kandidatët kanë qenë janë totalisht njerëz të mirë. Kandidatët e di kush është problemi. Po kanë qenë pa njohur, mos s'kan qenë njerëz të qenë, nuk po i them gjë. Sepse edhe sot një ditë 2 orë pas shpalljes së rezultatit, në një orë fjalim që mbajti te grupi parlamentar nuk i llogariti, nuk i zuri ngoj fare si zgjedhje. Berisha. Gabim. Po mirë. Gabim se këta mund të jenë një bërtham të mirë për kandidatët si individ, si njerëz, pavarësisht se këta thanë gjoja i mbështesim si njerëz, janë njerëz të shkëlqyer të gjithë. Po pse përjashton dhe opsionin e sabotimit? Pse përjashton? Sabotimi të kandidatëve të pavarur nga strukturat e PD-s të pakënaqura, i kanë sabotuar, nuk kanë bërthyer që dalin demokratët zgjedhje. Ore këtë tani. Pse përjashton? O zotri. Popullin opozitar e ka tradhtuar, jo sabotuar udhëheqja, ti po më thua patjetër. Je dakord me mua që në Bashkinë e Vlorës PD ka më shumë se 4.000 votues që ka marrë në këto zgjedhje? Bjem dakord që ka më shumë. Në 170.000 ka më shumë. Si ka mundësi nuk kanë dalë 10.000 more, 10.000. Po se u mbet sepse nuk kanë bërë organizim, ku unë shikoj një mangësi në organizim rastin konkret. Sepse kanë dalë 500 veta more. Kanë dalë 500 veta. Është çështje organizimi, jo ka çmenduri. Unë them është çështje
që ka humbur jo vetëm shpresa dhe fryma, Edhe po kjo është. dhe ëndërrimi. Edhe kjo është. Ëndra që kjo parti Edhe kjo është. mund të Por ecë përpara. në qytet të madh. Ti po thua organizimi, okej, heqin prenën, vëm lenën edhe ta shikojmë çfarë. 170.000 votues dhe të dalin 4.000 votues, po ka dhe një Avokat, ke një përgjigje për Arbrin? Tani e kam pasur shumë të vështirë gjatë kësaj periudhe kohore, 5-10 minuta që fliste Arbri që ta mbaja të qeshurën. Ky emision është shumë serioz. Po, e vërtet. Është vërtet jashtë kontrollit, pra nuk kemi asnjë buzëqeshje shumë serioze. Mund të dalim jashtë kontrollit. Mund të dalim jashtë kontrollit, po realisht domethënë kur shikoj që ti Poli ja fute kot, më vjen keq, sepse ai nuk synon Endrit, po ai synon të Alfred Lelës. Kështu që më keni dekonstruar sot çuna. Ti si ke jam përpjekur gjithmonë para nuk kam dashur të më lexoni, po ju më keni lexuar gjithë mendimin. Po fuga ndoshta se vrat me një kurse Fredi mos e le pa buk, pa zot në madh. Kështu që jo fuga e ka bosh vetë. Thonë që është arratisur. Jam në media, do më shikoni shumë gjatë këtu. Do bëhemi sot pak serioz. Imagjino pak sikur ky vend të kishte një qeverisje mesatarisht të mirë. Nuk po them të mirë në nivelin e Malit Zi. Po. Mesatarisht të mirë, po. Mesatarisht të mirë. Dy fish më pak të keqe se ç'është. Imagjinoni vetëm pak, sikur ta kishte mesatarisht të mirë. Këtu fjala opozit nuk do të pëpëtinte fare. Nuk do dëgjoheshëm, se s'do kishte arsye. Po. Tani unë besoj, dhe këtu nuk e se po shpik rrotën, që Shqipëria nuk ka pas kur ndonjëherë qeverisje më të korruptuar se çfarë ka pasur minimalisht nga 2017 e këtej. Dakor. Pra më të keqe se sa kaq, edhe Enver Hoxha e kishte më të mirë më. E kishte vërtet diktaturë proletariati, por në fund të vitit, ose në fund të planit 5 vjeçar, ose do dilje me 103 apo 105%, ose do dilte grupi armiqësor dhe do shkonte në burg. Dakor. Kurse në rasti konkret është të merr. Tani kur ti ke një qeverisje kaq të keqe, dhe në krahun tjetër nuk arrin dot të mobilizosh as militantin tënd, se këtu ngrit teza domethënë për ta testuar, për të kapur atë elektoratin gri. Ore militantin militantin tënd, atë që e ke me tesë partie. Dhe në qoftë se ma e marrin të mirëqen që ndoshta nuk e gati ata. Me tesë partie. Nardi, ndoshta demokratët nuk duan kandidat të pavarur. Atëre, unë e lexoj. Ndoshta demokratët nuk e duan fuqinë e opozitës për të ndoshta nuk e duan kandidat, nuk e duan demokratët kandidatin e pavarur. Unë e lexoj kështu. Pse mund mos jetë kjo? Nuk merrem fare me kandidatin. Unë po merrem me leadershipin e Partisë Demokratike. Kandidatin atje e kanë zgjedhur këta. Po të doni këta që të vendosin një kandidat në 5 bashki, ta kishin të tyret politik dhe po të besonin se edhe mund të humnin, po jo në këtë lloj mënyre, po ose akoma më mirë, po të besonin se këta mund të fitonin. Sepse nuk ka asnjë lloj arsye pse mund mos fitohet. Kur PD ka qenë pushtet miku i nuk e ka fituar në një Berati. Me atë ide, por tani çfarë? Vlorën se ka fituar bastionin të Majta, more. Dakor, bastioni i djathtë ka qenë edhe Mati është përjashtim dhe Cerriku, po janë bastionet të Majta, mos bëhemi shumë kritik. Se ti e di që revoltojmë kur e kritikojmë PD-n pa të drejtë. Ke drejt. Tani për Beratin do ta kritikosh PD-n, më fal tani. Më dëgjoj një sekond. Dëgjoj një sekond. Berata që ajo nuk dua masuria zbuki thoshte Fatospanos. Ju mos u zgjidhni vëllezër i ka. Po s'pam leratë. Mirë, më fal. Ta mbaroj. Ke shumë drejt. Bastion ka qenë i PD-s Shkodra, ka qenë Kuksi, ka qenë Tropoja, ka qenë Dibra, kanë qenë gjitha bastione këto. Ka që erdhi një moment kohor që nuk ishin prap bastione dhe janë marrë me zgjedhje këto. Dhe nuk janë bastion, kujtoj mi, ka qenë Durrësi. Pati e mori Vangjushi 2003. Bastion ishte. Me pak vota dhe urrit me kalimin e kohës. Kur nuk është se ka qenë në ulëzim, PS-ja apo PD-ja. Kush është problemi avokat se mos PD-ja, problemi i vetëm është ky leadership që e ka marrë peng opozitarizmi, se peng PD-n nuk ka arsye ta marrin, se e kanë SHPK, ta kam thënë edhe një herë. PD-ja është një parti politike e organizuar në thelb nga AJTZ-ja si SHPK, shoqëri e përbashkët e kufizuar, ku 100% të aksioneve janë të zotit Sali Berisha. Aty nuk ka aksione dikush tjetër. Mund të kem pasur një 0,0001% aty dhe ato mua mi hoqen. Poli apo gjithkujt tjetër që konsiderohesh opozitar. Po ju jeni pa, jeni pavarur në tavolinë tani, se mbet mua të varur jeni tani.
Sqaroni me këtë pozicion. Jo, lutem, ta mbaroj Arbër. Ai dhe Poli kanë pas aksionet të PD-ja tani, më fal. Unë kam pas aksionin e partisë. Apo tha mua do shkosh te PD-ja, do shkosh te PS, apo tani dil kanë aksionet të PD-ja. Si flet. Jo, nuk ishte. Tani dil kanë aksionin në PD, tash unë Arbër ta mbaroj. që kam edhe seksioni, grup seksioni kjo pastaj. Ta mbaroj avokati. Të gjitha politikat e këtij leadershipi gjatë këtyre 4-5 viteve të fundit kanë treguar, ose të paktën nga 2021 këtej, kanë treguar që ata kur vjen puna për karrigen e tyre, për marrëveshje për të rregulluar veten e tyre, për të blinduar pozicionin e tyre, nuk e kanë problem fare të ulen me Hajdutin që i vjedh, që i ka vjedhur në 2011 kur këta ishin pushtet, që i ka vjedhur në 2013 kur ishin pushtet, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kohore kur nuk ishin pushtet, po ishin opozit. Dakor. Pra këta nuk e kanë problem që të ulen dhe të rregullojnë kodin zgjedhor siç duan këta për të blinduar karriget e tyre. Dhe nuk të ta kenë problem prap që të ulen dhe për ta ndryshuar kushtetutën, sikur ndryshuan 2008 dhe ta ndryshojnë prap